Nëse këtë bimë do ta përdorni për 30 ditë, ju nuk keni për t'i njohur më problemet e reumatizmës. Në vendin tonë, rastet e personave që vuajnë nga reumatizma janë në rritje, duke prekur kështu edhe moshat nën 30 vjeç. Shkaku kryesor është stili i keq i jetesës dhe keq ushqyerja, të cilat së bashku mund të ndikojnë tek njëra tjetra dhe të krijojnë edhe komplikacione. Reumatizma është një sëmundje e cila ka të bëjë me dëmtimin e kyçeve, sidomos edhe të gjithë pjesëve të trupit, të cilat në çdo lëvizje të trupit mund të shkaktojnë edhe dhimbje të tyre. Mjekët deklarojnë se një regjim i dobët ushqimor dhe mungesa e aktiviteteve fizike gjatë ditës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Janë dy nga faktorët kryesor të cilët shkaktojnë edhe problemet me kyçet tuaja. Shumë studime të mirënjohura mjekësore kanë dalë në përfundimin se përdorimi i trëndafilit të egër në formën e pluhurit ose në formën e pudrës do t'i japin edhe lehtësimin me të paktën 90% të rasteve me dhimbjen e reumatizmës. Trëndafili i egër konsiderohet si një bimë medicinale, nga më të mirat për sa u përket lehtësimit të dhimbjeve të reumatizmës, duke ndikuar në shëndetin e kockave dhe në forcimin e tyre. Pluhuri i trëndafilit të egër mund të mbajë nën kontroll këto shqetësime, sidomos edhe në rastet më të vështira kur nuk mund të merrni trajtimin e duhur. Pluhurin e trëndafilit të egër mund ta gjeni në farmaci si suplement, në dyqanet organike ose edhe mund ta përgatisni vetë. Mjafton që të keni një sasi të konsiderueshme të trëndafilit të egër dhe më pas atë duhet ta keni të thatë. Pasi është të tharë, e shtypni në avan guri dhe gjithashtu e kaloni në një sit kuzhine për të përfituar pluhurin. Doza ditore rekomandohet për përdorimin e pluhurit rreth 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret për 1 deri në 3 muaj dhe mund të konsumohet i shkrirë në një gotë me pak ujë ose direkt i gëlltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmën, si dhe doza e tij nuk duhet të merret pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Një nga eksperimentet e zhvilluara në Britaninë e Madhe nga Instituti për Kërkimet Shkencore ndaj Sëmundjeve Reumatizmale ka rezultuar se personat me osteoporozë 3 javë para përdorimit të suplementeve dhe pas përdorimit të suplementeve të trëndafilit të egër patën një përmirësim të dukshëm pas përdorimit të trëndafilit të egër në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre, duke cilësuar kështu trëndafilin e egër si një nga zgjidhjet më të mira në lehtësimin e dhimbjeve të kyçeve dhe gjithashtu në përmirësimin dhe forcimin e tyre. Ekspertët thonë se trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë në kombinimin e recetave të duhura për të reduktuar dhimbjet e reumatizmës, por duhet të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti, sidomos edhe nëse merrni medikamente të caktuara. Trëndafili i egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e saj për lehtësimin e një sër komplikacionesh janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve janë frutat, që preferohen gjithashtu edhe pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit të egër mundet të lehtësojnë një sër komplikacionesh të ndryshme edhe në përmirësimin e organizmit tuaj. Ekspertët thonë se përdorimi i trëndafilit të egër në dietën tuaj mund të kthehej në një element pozitiv në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Një ndihmë të mirë u ka dhënë edhe të sëmurëve me anemi. Për rritjen e numrit të ruazave të qelizave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë të sëmurët të përdorin trëndafilin e egër në dietën e tyre, gjithmonë duke marrë dozën e duhur ushqyese në lehtësimin e këtyre komplikacioneve në mbikëqyrjen e një eksperti. Gjithashtu, për përgatitjen e çajit nevojiten 7 kokra të coptëzuara të mira të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për të paktën 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultatet janë të mira nga kjo bimë dhe jep efekte parandaluese kundër problemeve të mushkërive të shkaktuara nga ftohja dhe teprica e cigares. Shpesh dëmtimet e mushkërive shoqërohen gjithashtu edhe me shfaqjen e kollës.
dhe trëndafili e egër mund të jetë një lehtësues i mirë i çështjeve tuaja imunitare. Mënyra më e mirë është të largoni edhe këtë komplikacion duke përdorur çajin e trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë deri në lehtësimin e plotë, kur kolla të mos ketë lënë më gjurmë në trupin tuaj. Ashtu si dhe shumë bimët të tjera, trëndafili i egër ndihmon edhe gjatë ftohjes, duke ndihmuar organizmin të jetë më i fortë, më i lehtë dhe gjithashtu të mos vuajë nga këto komplikacione. Për të qetësuar gjithashtu edhe dhimbjet e kokës, mund të përdorni këtë çaj. Ky çaj do t'jap efekte të menjëhershme në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe përmirësimin e situatës suaj. Gjithashtu, pirja e çajit çdo ditë do të ndihmojë në lehtësimin e situatave të caktuara. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret prej gjithëve të tyre do të jetë një ndihmë shumë e mirë lehtësuese për situatën tuaj, citon Elthisaj. Ndaj përdorime të tilla mund të jenë vërtet të shkëlqyera në lehtësimin e komplikacioneve. Rezultate të shkëlqyera jep edhe për tëndin dhe rrit gjithashtu edhe sasitë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit të trëndafilit e egër mund të shtohen në ujë të tretën dhe të konsumohen vazhdimisht në dietën tuaj, kështu përfitimet e tyre do të jenë më të mëdha dhe gjithashtu do të keni lehtësimin e duhur. Një përbërje ekziston edhe kundër problemeve të ndryshme të nyjeve. Duke nisur nga pesha, trëndafili i egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli. Përgatitja e një doze të lëngut që përdoret edhe si tonik, në saj të përbërësve antiinflamator, ky çaj ndihmon në parandalimin e rrullave dhe në plakjen e parakoshme. Kjo bimë e çmuar ndihmon edhe në parandalimin e problemeve të nyjeve. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përdorimin e trëndafilit të egër në mbikëqyrjen e një eksperti për të parandaluar këto komplikacione. Kokrat e trëndafilit të egër janë një bimë medicinale shumë efektive në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit dhe jo vetëm. Ato përfshihen në receta të ndryshme, kryesisht edhe në studime është të cilësuar se janë mjaft të mira në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Në latinisht, Rosa canina cilësohet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Rosa canina ose trëndafili i egër është një bimë mesdhetare, e cila rritet gjërësisht edhe në vendin tonë. Kjo shkurë e egër dhe me degë gjëmbore arrin nga 2 deri në 4 metra lartësi. Ka një rrënjë të gjatë dhe fibroze. Degët e saj çelin lule të bardha ose ngjyrë roz me 5 ose 7 petale nga fillimi pranverës deri në mes të verës. Dhe kështu rezultatet që do të merrni në lehtësimin e komplikacioneve do të bëjnë që të keni edhe përfitimet e duhura të saj. Kokrat e trëndafilit të egër përdoren edhe në përdorime medicinale të ndryshme. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore, antioksidant, madje përbëjnë edhe receta të mira domethënëse me përfshirjen e vitaminës C. Kokrat e trëndafilit të egër mund të përdoren për çaj, mund të bëhen në reçel ose edhe mund të përgatiten gjithashtu edhe ushqime të tjera. Varieteti i tyre që përdoret për çaj është më popullori dhe mund të lehtësojë komplikacionet të organizmit. Trëndafili i egër përmban nivele shumë të mira të antioksidantëve, të cilët janë mjaft të rëndësishëm për organizmin dhe lehtësimin e tij. Këto kokra kanë përmasat e qershive dhe janë një thesar i vërtet për shëndetin që mund t'i ofroni njerëzimit, duke ndikuar kështu në lehtësimin e komplikacioneve dhe duke arritur më mirë rezistencën e trupit kundër këtyre shqetësimeve. Përfshiheni trëndafilin e egër vazhdimisht në dietën tuaj. Ndikimi i tij do të jetë pozitiv dhe më i plotë edhe kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët thonë se përfshirja e trëndafilit të egër në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin kundër luhatjeve të sheqerit. Nëse doni ta përdorni si bimë medicinale dhe merrni medikamente ose keni luhatje të ndryshme të shëndetit, përpara përdorimit ju bëjmë edhe me dije se duhet të konsultoheni me mjekun për të evituar gabimet në përdorim. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.